Dashta edhe një barcolet vogël me lidh këtu, Barcolet? po, Okej, hajtë ta dëgjojmë Barcoletën. e që Do ta lë skenën. e kemi një mik të mirë bashkë me zotin Zema. Të përbashkët e kemi një mik atje edhe tregonte, nuk është imi, po e tregoj. Një qytetar i unë atje thellë në fshat, tha po ishte tha pak maj rallë kështu ka koka, edhe tha vinë musafirt, nodë. Qysh i kemi ullë për para një gjezve, edhe ta kam me atu sepse s'ka pas shumë gjezve, me qitë gjitha për njerë, tha e murë, tha e pjeku kafen, edhe tha e afroj musafirit parë. Ja derdhi, e murë gjezve, tha shkoj me pjek kafen e dytë, e pjeku kafen e dytë, tha shkojmë prap, tha te i njëjti, pja qëtë, kafen e dytë, tha dhe pesheh, a i zoti shpis, tha po nuk bo një zonë, tha njerë, pe këshyrë, tha shkoj e pjeku gjezve në tretë me kafe, edhe tha prap, tha tur, tha te musafiri parë. Tha qaj e ka bën? Tha po pe qyku, tha qiton një herë, tha për këta tjerë që atjetë. Edhe opozita, 20 vjetë të qykë bolë, dhe të presim pak, dhe të ro pushojnë, e marrin vetën, edhe besoj që ju vjerani prap këtyne. Kështu që duhet me prit pak, besoj që shumicës ju kujtohet një fjalim i kryeministit Kurti në kuvend në momentin kur deshten me shkarku në pandemi qeverin. Ju pa thonë, mos u mrzoni se ma vonë nuk dihet çka bëhet. Kështu që këta nuk i besun asaj fjale, tash është ky realiteti. Kështu që vazhdojmë me epokën e Albinit, pajtohuni edhe shkojmë tutje. Faleminderit shumë. Faleminderit shpejtim, merre mikrofonin se do ju duhet aty se kemi Milin aty.